Në periudhën antike, ishte praktik vendosja e gurëve të tillë, të cilët u tregonin udhëtarëve gjatësinë në milje nga njëri stacion rrugor në tjetrin. I tillë është edhe një gur miljar që ruhet dhe ekspozohet në pavionin e antikitetit të Muzeut Historik Fier. Ai i përkiste dikur një prej degëve jugore të rrugës antike Egnatia. Ai do të gjendej rastësisht në vitin 1962 në fshatin Brostar Ura, në veri të qytetit të Fierit gjatë punimeve bujqësore. Tashmë me statusin e një objekti arkeologjik, ai është i hapur për të vizituar dhe përmban të gdhendur mbi shkrimet e 3 kohërave të 3 perandorëve romak, Elegabalit, Dazës dhe Konstantinit të Madh. Kamera e televizionit Apollon ju drejtua drejtorit të Muzeut Fier dhe historianit Ilirian Gjika për këtë gur me mbishkrime, i cili ruhet në pavionin e antikitetit në Muzeun e qytetit të Fierit. Një pyetje me shumë vend është një objekt, një artefakt shumë i rrallë. Në Muzeun Historik Fier, pra në muzeun, institucionin tonë, ruhet vetëm pjesa e sipërme e këtij guri, i cili përfaqësonte një gur miljar të rrugës antike Egnatia. Gjatë periudhës antikitetit, të paktën gjatë periudhës për cilën po flasim, për periudhës romake, gurë të tij vendoseshin për sinjalistikën rrugore në çdo 1000 hapa, pra në çdo 1 milje romake. Ndërkohë, krahas miljeve të shënuara, në gurë të tillë vendoseshin dhe shënimet përkatëse që tregonin kohën dhe periudhën e drejtimit të titullarëve të lartë dhe të perandorëve për të identifikuar pikërisht restaurimin dhe ndërhyrjet që ishin bërë në rrugët apo në traset përkatëse të këtyre vijave të komunikimit antik. Duhet theksuar, është e rëndësishme për audiencën e televizionit Apollon, e cila mbulon jo vetëm në karakterin rajonal qarkun e Fierit, por edhe me gjerë edhe audiencën kombëtare, është e rëndësishme të themi se në territorin e qarkut të Fierit kemi 3 gurë të tillë. Është pikërisht ky gur të cilin po e përshkruajmë sot në këtë kronik tuajin. Në Muzeun Arkeologjik të Parkut Arkeologjik Kombëtar të Apollonisë ruhet një tjetër gur miljar, ndërsa në manastirin e Ardenicës kemi një gur të tretë. Natyrisht që ky Muzeut Historik Fier dhe i Ardenicës ruhen vetëm pjesët janë të dëmtuar, ruhet vetëm pjesa e sipërme, ndërsa i Apollonisë është më i plot. Duhet theksuar se ky gur është gjetur në vitin 1962 në fshatin Brostar në veri të qytetit të Fierit dhe një përshkrim të gjerë të tij, të hollësishëm, e bën arkeologu, themeluesi i arkeologjisë, një nga themeluesit e arkeologjisë shqiptare, profesor Hasan Ceka, në shkrimin e tij Dega jugore e rrugës Egnatia, botuar në revistën shkencore Monumentet në numrin 2 të saj në vitin 1972. Mbi shkrimi mban emrat, në fakt në këtë gur kemi 3 mbishkrime, të cilat mbajnë emrat e 3 perandorëve të Elagabalit, të Dazës dhe të Konstantinit të Madh. Këta 2 të fundit me origjinë ilire. Por ne do të ndalemi tek mbishkrimi kryesor i tij, i bërë në 10 rreshta, me shkronja të mëdha në gjuhën latine, i cili ka të bëjë me një restaurim të rrugës të bërë në kohën e perandorit Elagabal ose Eliogabal, i cili e drejtoi perandorin romake në vitet 218-222. Ndërsa mbishkrimi është i periudhës së drejtimit të tij në drejtimit të Romës prej tij në vitet 220-221.
por le ta shohim konkretisht dhe le të fokusohemi nga qyteti Apolonis, dilnin 2 degët jugore të rrugës Egnatia, siç ishin dega që ndihte ku është gjetur pikërisht ky gur, kodrat e Ardenicës, kodrat e mbrostarit të Ardenicës të Divjakës, dhe diku në Sulzotaj apo diku pranë Rogozhinës apo Bashtovës sotme bashkoheshin me degën veriore që vinte, degën veriore të rrugës Egnatia, që vinte nga Dyrahu ose Durrësi. Dhe dega tjetër, ose në dega tjetër e kësaj dege jugore të Egnatias, vijonte nga Apolonia, dilte në Fierin e Sotëm, ndiqte pastaj trasen për gjatë fshatrave të Sotëm, Mbyet, Portës, dilte në Roskovec, ku ishte një stacion i saj me emrin Stefana Fana, dhe pastaj kalonte diku në urën e Kuçit Luminaps ose Seman, për të vazhduar pastaj në Golem të Lushnjës, për gjatë Darësisë, zonës Dumres dhe dilte në Peqin, Klodianën Antike, ku bashkoi po përsëri me degën me rrugën Egnatia. Rruga Egnatia me 2 degët e saj të Dyrahut të Apolonisë, vijonte për gjatë luginës së Shkumbinit, kalonte në Ohor, më pas drejt Selanikut dhe Konstantinopojës. Pra një rrugë që lidhte 2 kryeqytetet e perandorisë romake, Romën dhe Konstantinopojën. Pra lidhte lindjen me perëndimin. Mendoj se me këtë ligjërat e kemi plotësuar edhe për një ose kemi hedhur një hap në plotësimin e pasaportës arkeologjike të Muzeut Historik Fier tek teleshikuesit e shumë të televizionit Apollon.